Pas shumë viteve ka nisur pastrimi kolektorit kryesor në fshatin Trush, që ka qenë mbushur plot me mbetje, duke sjellur pasojë edhe disa përmbytje në zonë. Teksa vlerësojnë punimet, banorët e zonës kërkojnë që inertët që ka sjellë kanali të largohen përfundimisht nga zona. Pas shumë kronikave të TV Channel ku është ngritur shqetësimi për këtë kolektor pasi ishte kthyer në burim infeksionesh, institucionet kanë ndërhyrë për pastrimin e njërit prej kolektorëve kryesor të fshatit Trush. Banorët e zonës e vlerësojnë këtë ndërhyrje, por kërkojnë që të nisë puna edhe për pastrimin e të tjerëve dhe kanaleve të dyta e të treta në këtë zonë, pasi ndihmojnë në vaditjen e kulturave bujqësore. Kanë nevojshëm për të aqash, vetëm pesteku si është që me kemi në kadita këtë rrugë i fjesë, këtë rrugë po me po nëna s'ka buna se as tangu s'kalojnë. Bilej shola pa teret i fje hallin nesan. Ashtë tjetëri 5 metrë shesi prep, pa pastru. Ashtë tjetëri kanë nisëdhëm në kanali për kësens në ma lërë prep, e kanë pojnë të ndjus të kanë lanë. Karoj kishëm si era para i mujit, o për me të ka zonat të në gjenereket, o për me të në këtë për i hatët kanali, si s'kishtë, shka ka shkelu se Baku. Pra, ka nevojë me ndërhyrje dhe vende tjera? Se s'ka nevojë ka, o thëjti kush për i banë mo. Për këtë u kanë shumë mirë. Kanë bo, jazë kanë ishë mirë. Të të në përjesile, po mirë kanë bo. A ka nevojë në vende tjera? Po ka nevojë, po të shtika të ka dalë banë, se s'mund më të në më thërëm. Po mirë kanë bo. Tu e poshtë vaditën për vaditës tjetër. Ashtë pastrum atje? Pak bo e pasëm. Bo kanë bo, po jo kërë si duhet. Një ta duhet me jek me, jo me langë kështu, kush ka me jek? Unë i kam jek më vetë, më po nuk banë për të. Makina ka posët, një makinë mollë pa kanë ka pas mundësi me hek, me që me të këto. Tha mund, nuk ka bon si këtë të këdohet. Tokat e Trushit janë të njohura për rendiment të lartë bujqësor, por problematika vaditjes ka ndikuar negativisht në të mbjellat e tyre.